Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaru nisi nga Velipoja së bashku me Kryebashkia Kumbenet Peci inspektimet në bashkinë bregdetare në nisje të operacionit plazhe të pastra. Kumbaru theksoi se këtë vit sezoni ka nisur më herët dhe flukset janë 4% më të larta se njëjta periudhë e vitit të shkuar. Shikoj që flukset si vjet janë më të shumta dhe më të hershme. Në gjithë Shqipërinë ka filluar shumë më herët sezoni i plazhit edhe sezoni i turizmit detar. Fillojmë këtë javë edhe operacionin plazhet e pastra, që është një operacion i përbashkët i bashkive të Bregdetit me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit për pastrimin 24 orë të plazheve dhe të gjithë hapësirave të cilat rrethojnë pjesën e Bregdetit nga Shkodra, pra nga Velipoja deri në Ksamil. E nisim nga Shkodra inspektimin e plazheve publike dhe private njëkohësisht për të qenë të gatshëm për të mirëpritur flukset që vinë vetëm duke u shtuar. Kemi një rritje edhe në muajin maj të turizmit, sepse sapo kemi marrë shifrat dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kemi fluks në rritje 4% shkon periudha janar-maj, më shumë se sa njëjta periudhë e vitit kaluar. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Peci tha se po merren të gjitha masat për të siguruar një turizëm brenda të gjitha standardeve. Është e vërtetë që ka filluar fluksi pak më herët se sa në vitet e tjera, kështu që ne kemi filluar pak më herët përgatitjet. Tash po kalojmë në pjesën e shëndetëtorit, që këtu kemi filluar të heqim gjithë pengesat, ta lirojmë mirë shëndetëtorin, sepse ka qenë gjithmonë një problem me sa i përket menaxhimit të shëndetëtorit edhe të gjithë pjesës Puna mbar. Si ka lut? Ndërkohë po bëhet e pastrimi i gjithë. Po vazhdon pastrimi shëndetëtor, pjesën e lëndinave, disa objekteve pa leje që janë vendosur për të lehtësuar. Dhe kryesisht është pjesa e prioritetit, është pjesa e pastrimit plazhit, pjesa e menaxhimit të hapësirave publike dhe hapjes së hapësirave publike, të cilat janë dukshëm këtë radhë me ligjin e ri dhe planin e ri që kemi bërë, dukshëm shumë të mëdha dhe shumë në dispozicion, gjë që është mirëprit shumë edhe nga pushuesit, hapja e hapësirave publike që do të jetë mesatarisht 2 herë më shumë se sa vitin e kaluar.